Një vizit praktike që mund t'i bëhet një familjari, një shoku, është shumë më e mirë se ndoshta qindra thirrje që mund t'i bëjmë atij. Për shkak se është ndryshe prania fizike me aspektin e ani pse edhe kjo është një nga formave, por prania fizike ngjall nostalgji gjatë komunikimit, ka buzëqeshje, çdo send pastaj llogaritet shpërblim. Inshallah edhe kur ta përshëndesim, kur shkojmë në shtëpinë e tjetrit ta përshëndesim me selam dikun, ajo shpërblim vete. Përderisa ja shtrëngojmë duart njëri tjetrit, po flasim për mashkull i mashkullit, femra të femrës, edhe këto ka në hadithe do i bin gjunohet përderisa përshëndeten ata me dorë, buzëqeshja në fytyrën e vllaut tënd është sadaka. Fjala e mirë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur është sadaka. Gjithashtu të bërit të ndihet mirë musafiri, momentin kur ai largohet edhe ka një përshtypje të mirë nga ndeja tek konaku yt, kjo e bën që është arrit qëllimi i pritjes. Ky është edhe synimi i gjithë asaj që do duhet ta bëj.